بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين من الله يجث مشير من شرطوتي على دريمة مدسين شرطة يبر الله نمضروار وعشا أبكيمة الله تشوفشن ببروفيت محمد I familjet I pastër, mi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në ajetet 97 deri tek ajeti 99 të surës Hijr, që janë edhe ajetet e fundit të kësaj sure të bekuar, Allahu I madhruar thot Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Ne e di mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre. Prandaj, lartësoje Zotin tënd duke lavdruar dhe bëhu për atyri që I përullën atij duke bërë sejdë. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Tema e sotme inshallah do të jetë ngushtimi I zemrës nga fjalët e të tjerë. Këto ajete që citova pra ajetet e fundit të surës Hijr janë një mësim I madh për çdo kohë, sepse gojet e këqija e të ashpra kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe do të vazhdojnë të jenë të pranishme deri në fundin e kësaj jete. Ajeti I parë, ajeti 97, që thot ne di mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre, na mëson se edhe njerëzit e zgjedhur të Allahut, në krye të cilëve qëndron vula e profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, nuk kanë shpëtuar nga fjalët e këqija, nga fjalët e rënda, fyese dhe ofenduese të njerëzve. Ky ajet na mëson së pari Allahu është I ditur për çdo njeri që përballet me padrejtësi ose fjalë të rënda. Ashtu siç Allahu e ngushëlloi profetin Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, edhe ne mësojmë se Allahu I plotfuqishëm dhe I gjithdijshëm e di dhimbjen tonë kur përballemi me fjalë të rënda dhe Allahu I plotfuqishëm nuk lë asnjë vuajtje pa e shpërblyer, qoftë në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Allahu është I mirë informuar për çdo padrejtësi, për çdo fjalë që prek zemrën. Edhe sot, ka njerëz të cilët përballen me fjalë të rënda. Së dyti, ajeti na mëson se shenjat e trishtimit apo të pikëllimit, lëndimit nuk janë mungesë besimit. Edhe profeti Muhammed, njeriu
më i përsosur, njeriu më i lartë, ai ndjen të dhimbje dhe ngushtim zemre nga fjalët e këqija e të rënda të njerëzve. Kjo tregon se ndjenja e trishtimit, e pikëllimit, është një pjesë e natyrës njerëzore, por ajo nuk duhet ta shkatroj, ta dobësoj besimin tonë, as edhe një herë. Pra të qëndrojmë të fortë në kohë trishtimi, në kohë pikëllimi, përballë vështirësive, përballë problemeve. Së treti, ajetet na mësojnë se durimi dhe lidhja me Krijuesin e plotfuqishëm, me Allahun e madhëruar, janë zgjidhje. Pra, pas ajetit të parë, Allahu i madhëruar e urdhëron profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi duke i thënë: prandaj lartësoje Zotin tënd duke e lavdëruar atë dhe bëhu prej atyre që i përulen e tij në sejdë. Sa i mrekullueshëm pra ky ajet. Pra ajeti i parë thonë ne e dim mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre, fjalët e njerëzve, fjalët ofenduese, sepse i lujtarët korejsh flisnin pra kundër profetit, duke e quajtur magjistar, duke e quajtur të çmendur, duke e quajtur thashë të megji, duke e quajtur e të tjera. Dhe në këtë ajet, në ajetin e dytë pra, që thot prandaj lartësoje Zotin tënd duke e lavdëruar dhe bëhu për atyre që i përulen atij në sejdë me ballë në tokë. Allahu i thot profetit duke ngushëlluar se shpirti yt i lirë, zemra jote e pastër, nuk mund t'i përballojnë ato fjalë fyese dhe përshmuese, ato fjalë mohimie e dhujtarie. E për këtë zemra jote pra ngushtohet. Por ti mos u shqetëso për fjalët e këqija që ata thonë, as mos u dëshpëro, por vepro si thot Allahu i madhëruar. Prandaj lartësoje Zotin tënd duke e lavdëruar dhe bëhu për atyre që i përulen në sejdë. Lavdërimi dhe lartësimi i Allahut e largojnë efektin e fjalëve të këqija të njerëzve nga zemra e të dashurët të Allahut fuqiplot. Lavdërimi dhe lartësimi i Allahut japin si hariq, myshde, forcë, dritë dhe pastërti. Ato forcojnë lidhjen me Allahun e lartësuar, shtojnë dëshirën për të duruar dhe për të qenë është përmendja Allahut, lartësimi dhe adhurimi i tij. Edhe sot, në kohë stresi e ngarkese, rruga më e mirë për paqe të brendshme është të lidhemi me Zotin. Mënyra për të shëruar dhe lehtësuar zemrën është përmendja e krijuesit të zemrës e Allahut fuqiplot. Ta falenderojmë atë dhe të falim namazin. Nuk është hakmarrja, as dëshpërimi, mënyra për të shëruar dhe të lehtësuar zemrën, por është lidhje pra me krijuesin. Së katërti, ajetet na mësojnë që mos lejojmë që fjalët e njerëzve të dobësojnë misionin tonë në jetë.
ashtu siç nuk e ndali profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali thirrjen e tij, edhe pse e lëndonin, e fyenin, e ofendonin, edhe besimtari i sotëm duhet të vazhdojë rrugën e drejtë, i palëkundur, i fortë, pavarësisht kritikave apo fjalëve të rënda e të padrejta. Kur të mos gjujzohet besimtari, të ketë parasyve të tij gjithmonë shembullin më të lartë, që është profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Atë ta kemi shembullin ton në jetën tonë të përditshme. Së pesti, këto ajetet e bekuara përmbajnë mesazhe për shoqërinë e sotme. Pra në kohën e medjave sociale dhe komunikimit të shpejtë, njerëzit shpesh lëndohen nga fjalët e të tjerëve. Këto ajete pra na kujtojnë që të mos lejojmë fjalët e dëmshme të na thyen e të na gjujzojnë as edhe një herë. Na kujtojnë që të mos përdorim fjalë që lëndojnë të tjerët, por të themi atë që është më e mira. Si thot Allahu në Kur'an, wa qulu linasi husna, u thoni njerëzve fjalë të mira. Kështu na porosit Kurani, kështu na porosit feja e pastër islame, kështu na porosit profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Të jemi gjithmonë thënës të fjalëve të mira, të largohemi nga çdo fjalë e keqe që lëndon zemrat e tjerëve. Plaga që shkakton, fjala është më e rëndë se plaga që shkakton plumbi. Prandaj le të kemi kujdes pra. Të mos përdorim pra fjalë që lëndojnë të tjerët. Gjithashtu, të gjejmë ngushëllim në përmendjen dhe në adhurimin e Allahut fuqiplot. Këto ajete të begata janë një ilaç i përkryer shpirtëror për çdo zemër të lënduar. Janë udhëzim për çdo shpirt. Këto ajete na mësojnë se Allahu e di dhimbjen tonë. Ajetet na urdhërojnë të lidhemi me Allahun në vend që të dorëzohemi. Na kujtojnë se marrëdhëniet apo mallështia e besimtarit qëndron në durim dhe në përmendjen e Allahut. Madhështia e tij e besimtarit pra nuk qëndron te reagimin negativ ndaj fjalëve të padrejta e ofenduese. Përballë padrejësive dhe fjalëve që lëndojnë, mbrojtja dhe paqja e brendshme gjenden te përkujtimi dhe adhurimi i Allahut fuqiplot, jo te hakmarrja. Dhe në ajetin e fundit, pra në ajetin 99 të surës Hijr, Allahu i madhruar i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Ky është një parim madhështor. Besimi nuk është diçka e përkohshme apo thjesht diçka e rastit. Besimi është një bashkëudhëtar deri në fund të kësaj jete. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani i Shenjtë është libri i jetës, është sqarues për gjithçka. Atë, pra Kurani nuk e kufizon as koha, as vendi. Është i pandryshuar dhe mesazhet e tij vlen për çdo njeri. Edhe këto ajete të bekuara, pra që përmendëm,
ajetet e fundit të surës Hijr, përmbajnë mesazhe edhe për kohën e sotme. Edhe pse kanë zbritur para më shumë se 1400 vjetë. Dhe këto mesazhe do të vazhdojnë deri në fundin e kësaj jete. Sepse Kurani është në përputhje të plot me natyrën e pastër të çdo njeriu, me intelektin, me logjikën, me arsyeën e shëndosh. Mesazhet që përcjellin këto ajete për kohën e sotme janë: së pari, durimi ndaj kritikave dhe fjalëve të padrejta. Edhe sot besimtarët përballen me tallje, padrejtësi dhe akuzat të pabaza nga gojët e këqija islamofobe, ashtu siç u përball profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allahu na mëson që të mos e mbajmë mllefin brenda, por ta shërojmë zemrën tonë me adhurim dhe me përmendjen e Allahut. Parimi bazë në Islam është që kundërpërgjigja ndaj të keqes të jetë me fjalë të mira, si thot ajeti 34 surës Fussilet: "Wala tastawi al-hasana wala as-sayyi'a idfa' billati hiya ahsan." Nuk barazohet e mira me të keqen ktheje me të mirë, thot Allah. Sa nevoj pra kemi sot për këto këshilla. Kur të përballemi me ofendime, me fjalë të rënda, të mos reagojmë negativisht për hakmarrje, por të qetësohemi, të jemi gjak nxehtë, të jemi gjak këto, falë. Dhe të shtashmangim hakmarrjen, duke ju përgjigjur pra të keqes me të mirë. Mesazhi i dytë që përcjellen ajetet për kohën e sotme është mbështetja shpirtërore në kohë të vështira. Në një kohë kur stresi, ankthi dhe trysnit janë të mëdha, siç jetojmë sot, këto ajete na japin recetën më të mirë. Pra, kur shkem tek një mjek, ke psikologu, pas konsultës, pas vizitës, a i shkruan recetën për të qetësuar. Dhe këto ajete ne na përcjellin atë recetën e përkryer, që përmban për kujtimin e Allahut, për përmendjen e Allahut, faljen e namazit dhe mirënjohjen, falënderimin. Kjo recetë sjell qetësi dhe forcë përballë çdo sprove, problemi dhe vështirësie. Në surën Ra'd, në ajetin 28, Allahu i madhuar thot: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu qetësohen. Vërtet, me përmendjen e Allahut pra qetësohen zemrat. Është qetësia e vërtet, jo e përkohshme, është e përhershme. Nëse zemrat tona janë të lidhura me Allahun, aty nuk do të ketë vend frika, as trishtimi, as pikëllimi, por në ato zemra që janë të lidhur pra me Allahun, duhet të gjendet drita, forca, qetësia. Mesazhi i tretë që përcjell për këto ajete për ditët e sotme,
është besimi është i vazhdueshëm, jo sezonal. Shumë njerëz lidhen me fen, ose e përmendin Allahun, e kujtojnë Allahun vetëm në festa ose në raste hidhërimi, vështirësie. Këto ajete na mësojnë se adhurimi duhet të jetë një udhtim i përhershëm deri në momentin që ne do ta dorëzojmë shpirtin tonë krijuesit të tij, Allahu të plotfuqishëm. Besimi të dashur vëllezër dhe motra është dritë, është forcë, është udhëzim, është lumturi, është shpëtim, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Mesazhi i katërt që përcjell pra këto ajete për kohën e sotme, qëndrueshmëria në bindje. Në një kohë ku bindjet shpesh lëkunden nga faktorë të ndryshëm, nga interesat apo presioni shoqëror, këto ajete na mësojnë, na thrasin, na ftojnë që të gjendrojmë të lidhur fort me Allahun deri në fund. Të jemi të palëkundshëm në besim, të jemi të palëkundshëm në bindje ndaj Allahut, të ecim në rrugën e të mirës dhe të largohemi nga çdo e keqe. Dhe të keqen ta kthejmë me të mirë. Mesazhi i pestë është të mos lejojmë zemrën të mbetet e rënduar nga fjalët e tjerëve. Pra kur zemra të na ngushtohet nga padrejtësia apo nga fjalët e rënda të njerëzve, të kthehemi tek Allahu, se aty gjendet qetësia. Dhe gjithmonë të lutemi duke shqiptuar ajetin e 8 të surës Ali Imran, i cili thot: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zoti ynë, mos lejo që zemrat tona të shmangen nga e vërteta, pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë dhe na jep mëshirë prej teje, vërtet ti je dhuruesi, dhënësi më i madh. Prandaj pra të dashur vëllezër dhe motra, kur të përballemi me fjalë të këqija, me fjalë ofenduese, gjithmonë të përmendim Allahun dhe të mos kundërpërgjigjemi, po me të njëjtën mënyrë. Sepse aty nuk gjendet qetësia. Nëse do t'i kundërpërgjigjemi, po me të njëjtën mënyrë, ajo është një metodë e djallit të mallkuar. Por të kundërpërgjigjemi ashtu siç na mëson Kurani, ashtu siç na mëson Allahu. Pra duke e lartësuar Allahun, duke e përmendur Allahun, duke e adhuruar Allahun. E lusë Allahun e madhruar që të na bëjë për atyre që e përmendin, e adhurojnë atë në vazhdimsi. Dhe e lusë Allahun e madhruar të na jap zemër të qetë e të fortë ndaj çdo sprove. Allahu na bëf për atyre që flasin vetëm fjalë të mira dhe largohen nga përdorimi i fjalëve të këqija. Allahu na forcof besimin, na forcof bindjen dhe na mbarsof në adhurim, inshallah, deri në fundin e kësaj jete. Allahu i ruaj ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahut që u shëndiu.